pari, dihet botërisht se Edi Rama për të organizuar 21 janarit manipuloj dhe falsifikoj në bashkëpunim me Filip Çakullin një regjistrim të marrë nga indjeri Dritan Prifti sipas të cilit Ilir Meta ishte paguar 700.000 euro nga një biznismen që kërkonte të drejtën e tij. Sali Berisha kryeministër, së pari, kishte ndigjuar Dritan Priftin ose i ishte kërkuar nga Dritan Priftit që të emronte një detyrë tjetër të transishme, ose përndryshe ka një regjistrim. Fjala ime ishte kjo, nxirre sa po të dalish nga dera e zyrësime. Nxirre. Kjo është e vërteta, unë thos. Kur. Nuk merr dot më kushpeg. Ja çdo lloj ashtu po. E dyta, ka patur një shkresë të firmosur në mos gaboj nga pronari një kompanie që kishte fituar me gjyq, jo nga qeveria, po me gjyq, të drejtën koncesionin e një hidrocentrali. E kishte fituar me gjyq. Qeveria i kishte dhënë një kompanie tjetër. Ky, me gjyq mos gaboj në apel. Dhe ky zotëri shkruante në shkresën e tij se nga mos zbatimi vendimit gjykatës, kompania ime ka humbur 700.000 euro. Dhe Ilir Meta, me qenë se shkresën ja kishte adresuar edhe Ilir Mec, ky biznismeni, me qenë se ishte ministri i tij, Ilir Meta i thot Dritan Priftit, duhet zbatuar vendimi i gjykatës, sepse i është bërë dami 700.000 euro kompanisë. Edi Rama dhe Filip Çakulli marrin fjalë me copy-paste copy-paste me 28 herë në video dhe nxjerrin sikur Ilir Meta i ka thënë se na ka dhënë kemi marrë 700.000 euro. Që këtu, cili do që do të hetoj këtë çështje, mendoj se e ka të qartë se kjo ishte pjesë e skenarit të dhunës me 21 janar. Pra skenaristi del vet Edi Rama. Tani, se çfarë dini Ilir Meta, sigurisht mund të di, nuk them se ka qenë zëvendës kryeministër, por Ilir Meta, nga datën 14 apo 15 janar, pra para 21 janarit, ka ardhur në zyrën time dhe më ka thënë, unë do jap dorëheqjen. Sepse unë në prokurori nuk shkoj si zëvendës kryeministër. Ishin standardet tjera, ato jo standardet e Ramaduros, që vrapon për trujt propagandistën e vet, duke hullur në gjyq vendim në gjykatës, akti turp, një pa precedent. Jo, tha, nuk shkoj tek prokurorit si zëvendës kryeministër, do shkoj si gjyqtar i thjesht para tij. Dhe unë e përgëzova. Dhe me që jemi këtu, se ka nga ata kalemxhit e Edi Ramës që shkruajnë se mungon institucioni i dorëheqjes,
u them këtyre zotrive se institucioni ndërheqjes ekziston dhe ka ekzistuar dhe është ushtruar në të gjitha rastet përveç njerit në Shqipëri në memorien time. Por problemi është se ju jeni të indoktrinuar apo të paritur nga Edi Rama, të paritur, mos lavë ma indoktrinim. Dhe kjo është fjale e vërtet tani. Jeni të paritur nga Edi Rama dhe shkruni çfarë u thota, çfarë intereson atij. Po, kështu që tani për sa i përket përgjegjësisë, nuk kam, do të thënë, një skenari atill i dhunshëm, natyrisht, i pari i pa precedent ndonjëherë, por me ato që kam konstatuar, masa ishin marrë, kështu që nuk di në një përgjegjësi për çfarë thot Meta për përgjegjësi për vitin e kaluar, sepse nuk ka marrë masa si ish ministër i brendshëm, pavarësisht se ishte njoftuar dhe e dinte skenarin e protestës. Si kryeministër, unë mund të them se ai ishte një agresion i vërtet, me huj, me dinamit, me plumba, ndaj ndërtesë Këshillit Ministrave. Se si mund të parandalohej një demonstrat që organizohet me gjitha këto, natyrisht edhe mundet, po është një proces jashtëzakonisht më shumë teorik se sa praktik. Sepse duhet në alosh demonstrate tjerë më radhë poshtë. Faleminderit.